Washingtoni po rrit ndjeshëm prezencat e tij detare në lindjen e mesme në një kohë kur marrëdhëniet me Iranin mbeten të tensionuara dhe të paqarta. Mediat amerikane raportojnë se administrata amerikane ka vendosur të dërgojë një grup të dytë goditës me aeroplan mbajtëse si sinjal force dhe gatishmërie strategjike. Aeroplan mbajtësja Jesus Gerald Ford së bashku me anijet mbështetëse pritet të zhvendoset në Karaibe drejt rajonit duke iu bashkuar flotës amerikane që operon tashmë atje. Më herët gjatë këtij viti në zonë bërriti dhe Abraham Lincoln e shoqëruar me disa shkatruese dhe raketa të drejtuara duke rritur ndjeshëm kapacitetin ushtarak të SBA-s. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni nuk kanë dhënë reagime të menjëhershme për lëvizjen e re, por presidenti Donald Trump kishte paralajmëruar më parë se një vendim i tillë mund të merrej nëse negociatat me Teheranin nuk japin rezultat. Nga ana tjetër, Trump theksoi se prioriteti mbetet rritja e një marrëveshje politike me Iranin, duke paralajmëruar pasoja serioze nëse diplomacia dështon. Ai u shpreh se një zgjidhje mund të vijë brenda muajit të ardhshëm, duke lënë të kuptojë se përshkallëzimi ushtarak nuk është opsioni i preferuar. Edhe nga Izraeli erdhën sinjale për mbështetje të kësaj qasje. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se shpreson që përpjekjet e Washingtonit të krijojnë kushte për një marrëveshje që do të shmangte ndërhyrje ushtarake. Dislokimi i dy aeroplan mbajtëseve amerikane në të njëjtin rajon konsiderohet një nga vendosjet më të mëdha detare të viteve të fundit dhe tregon se situata mes SBA-s dhe Iranit mbetet delikate mes presionit diplomatik dhe demonstrimit të fuqisë ushtarake.